bën dot pa ta. Dhe temi është zëvëndës kryeministri, Zonja Balluku. Manastirliu, jo më ministre, por kandidatja për Bashkinë e Tiranës. Pra e kanë fjallën për ato pozicione që në mos rrinë aty ku janë, rrotullohen në vëndet ndryshme. Pastaj, si që ishin ministra tjerë që ne i shohim dhe nuk marrim kohë për t'i komentuar dhe një të gjithë, sepse bolli më marrë me ta gjithë të kohë. Gjithsesi, Spiropali gjithashtu që ikën nga kryetare e kuvendit, pra shkurt, sepse është ajo fjalia që të është aty lëngë nuk ka asnjë lajm këtu, nuk nxjerr dot asnjë lajm. Çfarë mund të nxjerrësh lajm? Ti kur thua nuk bën dot pa ta. Jo, kryeministri duhet vetëm një dorë për të firmosur dhe një njeri i gatshëm për të ofruar edhe për të përdosur, edhe për të përdorur, edhe për të hyrë nesër në burg. Kryeministri ka aftësinë t'i gjejë këta njerëz. Ti thua si nuk mbaruan, po. Edhe mua më habit kjo gjë, si nuk sosën. Qartë. Rama njihet për pjesën e batutave, sidomos edhe për frazat ndryshme në takime diplomatike apo me ndërkombëtarët, ka bërë përshtypje dhe është kryefjalë madje e ditës pjesa me Donald Trump, një nga tres që ka del nga presidenti i Shteteve të Bashkuara, që më pas riprodhohet nga ana e kryeministrit, një pozitë deri diku e vështirë e zotit Macron. Si e ke lexuar këtë? Se ne jemi bërë duke lexuar pozitat e vështira të njërit apo të tjetrit, ndërkohë ashtu u duk në fakt. Ashtu u duk. Shiko, kryeministri Edi Rama përpoq që në sallonet e diplomacisë të fuste ato që njihet batut, e cila me thënë të drejtën, përsa e njoh unë historinë e diplomacisë, ka prodhuar më shumë dëme se sa të mira. Pra një kthim në bumerang. Absolutisht, sepse nuk ekziston. Në diplomaci nuk ka batut. Në diplomaci gjithçka shndrohet në atu për të përdorur për qëllime të caktuara dhe shkakton dëme. Tani, po të lexosh, se ne u morëm me batutën e kryeministrit shqiptar, po të lexosh këtë pamje, ti shikon ke Alievin, Azerbajxhanit ke Macronin. Tani ti duhet të dish që edhe midis Macronit dhe Alievit ka një raport jashtëzakonisht shumë të vështirë. Historik, dihet pozicioni që ka mbajtur Franca në raport me Armenin, dhe natyrisht me Alievin, madje edhe tani vonë, edhe përpara një muaji apo 2 muajsh, ka patur përplasje shtypi zyrtar i Azerbajxhanit i ka rënë shumë fort Macronit. Pra, ti di që je përballë dy njerëzve me të cilët nuk është e lehtë të bësh batutën dhe të gjesh. E dyta, nuk i besoj teorisë dot që ajo batut i ka ardhur aty për aty dhe e ka bërë. Jo, nuk Edi Rama ka hequr dorë prej kosh nga improvizimi, sepse duke qenë, është se shiko, një xhongler që ka vetëm 3 topa, edhe mund të improvizoj. Pastaj shton të 4-tin, të 5-tin, të 6-tin, të 7-tin, të 10-tin. Nuk e mundësi më të improvizosh, se duhet mbash topat lart dhe të mos bien tokë. Pra ky nuk është improvizim për mua. Kjo është gjë e menduar. Është gjë e menduar që dhe të t'i shkojmë deri në fund fantazisë, sepse në fund të fundit ne kemi parë se Shqipëria, që kujtonim në periferi të zhvillimeve ndërkombëtare, një provincë, por arriti të prodhonte kulisën, një ndër kulisat më të mëdha të shekullit, të korruptonte krye agentin e FBI-s, apo të ishte një laborator eksperimental i Fondacionit Soros. Vim këtu, sigurisht që e ka menduar. Unë po jap disa hipoteza pse mund të ketë ndodhur kjo gjë. E para, zoti Rama aktualisht ka një vështirësi në raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, posaçërisht me Trump. Nuk viziton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka kërkuar të shfaqet afrimitetin i cili nuk është realizuar dot. Natyrisht ka një dosje si ajo me Gonigal që qëndron aty. Ka dhe një problem tjetër i cili lidhet me filozofinë e re, doktrinën e re të Trumpit për të luftuar narkotrafiqet dhe për të shpallur kartelet organizata kriminale. Të gjitha këto, unë nuk po them që akuzohet Edi Rama, por të gjitha këto kanë vënë brenda një rrethi vëzhgues në këtë rast, kushdo që do të ishte lideri i Shqipërisë. Kështu që Rama, duke ditur këtë gjë, ka prodhuar një batut e cila së pari ose i krijon nesër një alibi që në rast se goditet, thot unë për një batut tek e fundit e bëra. E dyta, ato humor ka zgjedhur ta bëjmë me Macronin, që është zëri më i rëndësishëm sot ndër zërat më të rëndësishëm të Bashkimit Evropian, i cili dihet që edhe me Shtetet e Bashkuara të Amerikës i shfaqur edhe si mik pranë Ramës më shumë se tjerat, apo si mik. Patjetër, pikërisht për këtë po them, ka zgjedhur dhe Macronin duke besuar që Bashkimi Evropian vazhdon të jap një me liderët e vet për shumë arsye të miqësive ndonjëherë dhe të pakuptuara. Ndoshta i kuptojmë, po nuk i themi dot me zë të lartë. Ka zgjedhur pikërisht Macronin duke besuar që Bashkimi Evropian në një moment do t'i dalë për zot në rast se do të ketë ndonjë goditje të mundshme. Ashtu sikurse dhe justifikimi që ka bërë
Shiko, po mos kishte bërë justifikimin, ndoshta do t'i përjashtoja të gjithë, po bërja e justifikimit është ti nuk mundesh dot të zhbësh një gafë diplomatike duke mbuluar me shosh shqiptare, do me thënë shkon në mes të saj. Kështu që është e zarart, është shumë e zarart, ka një gazetar i cili në fakt ka qenë i dënuar, ai ka qenë këshilltar i Trumpit në 2016-ën, është dënuar në procesin e famshëm ku angazhohet dhe me Gonigal për lidhjet me Rusinë dhe ndikimin që mund të kishin në zgjedhje. Ai ka hyrë kësaj pjese, ka postuar shumë dhe ka sjellë sërish në vëmendje fotografinë e famshme që ne nuk e kemi parë asnjëherë, vetëm është përfolur te Edi Ramës me Gonigal. Kam frikë që ka hapur kutinë e krimbeve. Në qartë. Pra është diçka që peshon, ka kosto, gjithsesi. Ishim te Shtetet e Bashkuara, por duhet të qëndroj edhe pak tek pjesa e Bashkimit Evropian tani, sepse